Po, ndërkohë Islami e ngrit femnën shumë edhe i jep rol të rëndësishëm në jetën e shoqëni, ndërkohë shoqënia jonë çdo ditë më shumë po rritet numri grave që vriten. Kjo Një është shumë mesazh e drejtuar burrave. Po jo vetëm burrave, po edhe grave, se çdo rast të cilin po e dëgjojmë po na shkel edhe si shoqëni, po edhe si popull, edhe si njerëz në përgjithësi, se nuk ka qenë në traditën e shqiptarit mu vra gruaja. Ju e dini, edhe në traditën fetare, edhe në traditën islame, edhe në traditën shqiptare nuk ka qenë dukuri më dal një burr me vra një gru, ose një fëmijë, se po shohim edhe raste të fëmijëve, ose i vret fëmijët, pastaj e vret veten, ose e vret gruan, e vret veten. Këto janë definitiv çrregullime mendore që po ndodhin tek njerëzit tonë. Prandaj një mesazh për të gjithë babat dhe nonat që janë në mesin e atyne familjeve që nuk kanë boll ose mjaftueshëm informim të burrnisë, edhe jo vetëm të burrave, po edhe të burrnisë grave, se të largohen nga disa tradita që nuk janë tonat. Të largohen nga abuzimi me vetveten, se jo është tradit, kjo nuk pajtona me filonin, se jo është kjo tradit e jemja, nuk është tradit e jotja, më majt hidhrim. Përkundrazi, ti që pajtohesh, je shumë ma ngritur tek Zoti Gjallëshanu. Prandaj, ditët e festës Bajramit shfrytëzoj për mu pajtu me njerëzit, mu afru me njerëzit, ti largojmë zonkat dhe mos pajtimet, sepse ato rezultojnë vetëm me fatalitet që po i ndëgjojmë edhe kohëve të fundit për çështje banale, po vritet gruaja ose po vritet burri ose po vritet kalimtari. Shumë trona. Inshallah Zoti i drejton njerëzit tonë dhe sa më shumë të jemi më të vetëdijshëm në këto çështje, sepse po na kushtojnë edhe si popull.